Moti I keq me reshë shiu që përfshiu vendin këtë të njëjtë ka krijuar jo pak probleme. Një masiv dheu ka rrëshqitur në aksin rrugor Qukës-Qafploç. Sipas inxhinierëve, rrëshqitja ka ndodhur në një skarpat ku po punoi ende për vendosjen e rrjetave mbrojtëse dhe pilotave. Burimet thanë mëtej se situata po monitorohet nga afër, si dhe është bërë vendosja e trafikndarseve në rrugë për të devijuar lëvizjen e mjeteve dhe do të pritet ndalimi I rresheve për të vijuar punën në vendosjen e rrjetave, pilotave dhe murit mbajtës. Nga rrëshqitja e dheut fatmirësisht nuk janë shkaktuar dëme, por numri I automjeteve në këtë segment është I lartë, pasi lidhet direkt me Korçën e mëtej me Kapshticën. Ndërkohë në fushë Mamurras është bllokuar qarkullimi në të dy anët e autostradës për disa minuta për shkak të punimeve për riparimin e linjës së energjisë elektrike që ishte ndërprerë si pasojë e motit të keq. Po ashtu në Durrës autoriteti portual ka njoftuar se për shkak të kushteve të motit në detin Adriatik, lundrimet e parashikuara për ditën e sotme në linjën Durrës-Bari dhe Bari-Durrës janë anulluar.